Unë jam Muhamet Idizi, jam kryetari odës e Zemër Vazhdja, jam sinëdhënës i shtetit Gjerman në Hamburg, jam i gjuhën gjermane shkenca politike, etike dhe filosofi, ndryshe dhe gjuhën shqipe, jam kandidat i doktoraturës në Universitetin Ushtarak në Hamburg. Këtë arsye jam këtu sepse volontimet shkencore po e rrëfisimit plotësues tash 12 vite me tripin e shkencor. Ky panel nuk është bërë rastësisht kështu si është, nashta pak bëjë transparencë se edhe një njerëzikar gjykojnë pse është ajnë panele, pse si jam unë bashku me të njohshëm atë pa njohshëm. E kam derën edhe kënaqësinë ta kam rektorin e Universitetit Shkodrës këtu, cili është një njeri jashtëzakonisht pragmatik, njeri me cilën kem bërë një punë shumë shkurtër, shumë të mirë, për cilën ai do të flet vetë. Nezmir Reqica është kryetarja e Kashit Shqiptare, arsimtarë shqiptar, cili ka zamensu përfacimin shtetëror të Republikës Kosovë në kohën më të vështirë, e feston këtë vit 35 vjetorin që është themeluar në RV. E kem zotrin e ministrisë prezent, sepse në shkurt e kishim një takim me ministrin Feller, që është për edukimin dhe arsimin në NRV, cila është njëna për persona ma përkras të mësimit plotësues ose mësimit reales cila ekziston. Me thonë, këtu janë dy kontrolët e tre mësimëdhënës që të shkollojnë dikun 3.000 zonësa me reale shqiptar në NRV në Republikë. Dhe e kemi Lazim Ukaj, cili është kryetari i Lapshit në Bavari, cili do të flet pak për punën e vetë, cili vënë të jashtëzakonshme. Pse janë këta persona prezent? Arsyeja është takimi me ministrin, arsyeja është një bashkëpunim cili ka lindë se duhet ta cekur këtë person jashtëzakonshëm këtë hapësirë, ka lindë për një takimi në procesin e Berlinit vitin e kaluar. Unë si OAZA, ODA edhe AZA, studentat e Shtëtgardit kanë qenë prezent në atë forumin e shoqërisë civile, ku e kam taku Valbonin, që një herë vetëm ta dini, që një aplaus për Valbonin, dhe kemë bisedu pak për gjuhën amtare, për certifikimin e gjuhës, e hinëm në biseda me kafe e din ato trongat, dhe për asaj iniciativën Berlin për Berlin, ka lind kjo ide. Do me thonë me Lapshin dhe Kashin, Oda e ka bo një bashkëpunim që të përforcej unitetin edhe forcat për mësimit të plotësues. Ne shojmë në këtë republika ku jemi prezenti çojmë gjërat për para, sepse me 16 lande ka me luftu është sfida e zakonshme. Hamburg e kemë arrit për herën e parë mas 3 vite punë në Komisionin Arsimor që ta bëjmë gjuhën shqipe si gjuhë moderne. Albanisht as moderne Fremdsprache, si gjuhë amtare, si gjuhë e tretë dhe si gjuhë e dytë, baravers me latinishtën, anglishtën, italishtën. Është gjuha ma e vogël për 12 gjuhëve moderne. Për herën e parë, atë planin arsimor që ekziston mas kornizës gjuhëve të huaja, nivelin A1 deri në B1, që ta që të para ime personale është si gjuha shqipe certifikohet, një zyrtare për të gjithë, jo vetëm për shqiptar, sepse në kohë globalizimit, por nuk i një certifikim, e të një certifikimin e famshëm për bashkim familjar, përsa certifikimin e famshëm në apliku për një doktoratur, e faktu gjuha nuk ekziston. Kritikat nuk do t'i bëj, se jam moderator, shto që ja jepi fjallin të gjithëve të prezentoni 2-3 minuta dhe të regoni pak për vizionin, për qëllimin kryesor, cilën e keni lidhur me punën ku e bëni. Rektor, the floor is yours. Shumë faleminderit, Muhamet, për këtë hyrje, natyrisht së bashku me kolegen Karakaqi në Universitetit Shkodrës, Liz Brakuqi, jemi të nderuar që jemi pjesë e kësaj konference Diaspora Flet 2025. Në fakt, nëse nuk ka boj, jemi vetë përfaqësues në institucionet arsimit lartë në Shqipëri publike, apo jo publike, apo private, sepse ka një nësë këtë ligjin arsimit lartë që ndajnë në Shqipëri në sektor publik dhe jo publik, por që në fakt sektor privat dhe sektor jo publik në disa aspekt apo dimensione shtetërore i tëri. Të them të drejtën, pas unë gjithashtu jam i kënaqur sepse sot, dhe sot dhe nesër besoj, mulla rasti të ritakohem me disa prej pjesëmarrësve këtu, pasi ne ishim së bashku dhe në Shkodër në punën e korrikut të këtij viti,
në seminarin në mësues të diasporës dhe ka qenë një mundësi e jashtëzakonshme për të krijuar njohje të reja dhe për ndarë së bashku ato që unë në fakt preferoj të them problematikë ose preokupacione të përbashkëta për arsimin e lartë në Shqipëri. Kam ndodhur që të njoh të dy sektorët, sepse për disa vite kam drejtuar një institucion të arsimit të lartë jo publik ose privat, për 13 apo 14 vite, edhe pse jam pjesë e arsimit të lartë në Shqipëri që prej 2 majit të vitit 1993, natyrisht duke qenë në pozicion e drejtuesve, duke qenë kryetari i konferencës rektorëve dhe antari i Komitetit Ministror për koordinim e politikave të arsimit të lartë, që drejtohet nga kryeministri, kam patur mundësi të ndaj këto preokupacione apo çështje apo problematika të arsimit të lartë edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë, në të cilën do ta elaboroj pak më poshtë pas si prezanton edhe kolegët e tjerë në këtë panel. Kështu që si hyrje, besoj që është e mjaftueshme, pastaj do të përpiqem që të ndaj ato që unë mendoj se i shkojnë për shkak të paneli, po që këtë diskutim i kemi nisur në Shkodër dhe besoj të vijojmë gjatë. Falenderoj personalisht për këtë mundësi që na ka dhënë, sepse në fakt puna ka nisë, se cili do jetë pastaj finalizimi një përpjekje gjigante që ne përbajmë në universitet sa i takon diasporës për universitetin, do të kemi si ta lëmë. Faleminderit, ju përshëndes pari, Muhametin për ftesën dhe lirimin të pranishmit. Siç e dëgjuat nga kolegu Muhameti, janë një rëqica mësimdhënëse gjuhën anëtare, gjuhën shqipe, por njëkohësisht me mësimdhënëse në shkollën e rregullt gjermane. E lindur dhe e rritur në Lipjan të Republikës së Kosovës, ashtu studimet i kam vazhduar në Universitetin e Prishtinës, por më tutje edhe në Universitetin e Lipjanit, do të pas kalimit në Republikën Federale të Gjermanisë, kam vazhduar studimet më tutje për të angazhuar më tutje edhe në mësimdhënien e mësimit të rregullt të gjuhën gjermane. Meqë sot natyrisht kemi temën e mësimit të gjuhës shqipe, integrimit përmes gjuhës, është kënaqësi të jem pjesë e këtij paneli që trajton një nga temat më të rëndësishme, të ndjeshme për diasporën në veçanti dhe rolin e gjuhës dhe të arsimit për integrim, do të thotë në çështjen e integrimit. Kjo çështje nuk na përket vetëm ne si pjesëtarë të komunitetit apo qytetarëve në përardhje nga një shtet tjetër, por përket edhe shtetit vendas ku jetojmë dhe punojmë. Si kryetare, do thotë afër 2 vite kam nderin të jem kryetare e Këshillit të Arsimtarëve Shqiptar në Eintracht në Gjermani, përfaqësoj një rrjet mësuesish që punojnë për çdo ditë, çdo javë në shkollat gjermane, në orët e pasdites zakonisht, duke ndërtuar ura përmes gjuhës, kulturës dhe bashkëpunimit do të thotë institucional. Pse e them këtë? Sepse këto ura nuk ndërtohen vetëm përmes gjuhës, por edhe përmes aktiviteteve tona të ndryshme, në veçanti aktivitetet përmes shkollës shqipe, të cilat janë mjaft të rëndësishme dhe jashtëzakonisht efektive në rolin tonë si mësimdhënës, por edhe aq më tepër për nxënësit tanë, do të thotë që ne në fokus kemi çdo herë nxënësit tanë, armërinë tonë, brezat tonë të ri. Për ne mësimi i gjuhës së përjardhjes nuk është nostalgji, por pjesë e strategjisë për integrim të qëndrueshëm dhe të përfshirë. Dhe ky mision, do të thotë ky mision që ndjehemi aq shumë çdo ditë në klasët tona me nxënësit tonë, bëjmë që gjuha shqipe, gjuha e përjardhjes pra bëhet mjet i lidhjes dhe jo mjet i ndarjes. Në kuadër të shoqatës sonë të Këshillit të Arsimtarëve Shqiptar, natyrisht ne kemi bërë përpjekje të mëdha dhe ashtu si e citi edhe kolegu Muhameti, si vjet premtojmë apo kemi nderin ne, fatin e kemi ne, gjenerata jonë që jemi ende të ekuadruar në mësimdhënie të premtojmë jubileun e 35 të formimit të Këshillit të Arsimtarëve Shqiptar në Eintracht në Gjermani. Por ne nuk jemi një rrjet i kufizuar
në një kornisë vetëm me mësimdhënësit e shtetit apo landit të Nordrhein-Westfalisë, ne kemi bashkëpunim mjaft të ngushtë edhe me shoqata të tjera, në radhë të parë shoqatat e mësimdhënësve në Gjermani, po edhe këtë vit në vitin jubilar kemi nënshkruar memorandumin me lidhjen e arsimtarëve shqiptar nga Bavaria, përkatësisht me kolegun që është i pranishëm këtu, kryetarin e lidhjes arsimtarëve shqiptar, që është i kolegu Mirazim Ukaj, po ashtu edhe me Oda Hamburg, me kolegun kryetarin do të thotë Muhamet Idrisi. Po ashtu ne si shoqat nuk jemi të lidhura ose nuk jemi të kornizuar vetëm në një drejtim, por gjithashtu jemi të hapur edhe për institucionet tona, qoftë të vendit ku jetojmë, po edhe në veçanti me institucionet tona shtetërore të shteteve anë. Nga të dy palët ne kemi nderin dhe kemi natyrisht ndjejmë kënaqësi të madhe sepse përjetojmë dhe mendoj se kjo do të vazhdojë edhe më tutje, përjetojmë një mbështetje jashtëzakonisht të fortë nga institucionet tona, për shka edhe tani hapur mund t'i falenderoj veçanti këto kemi prezent edhe konzullin e Republikës së Kosovës në Dyseldorf, zotin Behar Isma, por ashtu edhe Ministrinë e Punëve të Jashtme të Diasporës Republikës së Kosovës, zotin Enis Balali, po edhe të gjithë ata që deri më tani na kanë mbështetur dhe do të na mbështesin në tutje. Në vazhdim sigurisht se do të kemi mundësi të bisedoj, të flasim në tutje. Faleminderit. Meredita, ich hoffe, das war der gute Eisbrecher. Schönen guten Tag, auch von meiner Seite, mit Entschuldigung für die schlechte Aussprache. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist Mustafa Bukingor, ich leite im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen das Referat, jetzt kommt ein ganz langer Name, herkunftssprachlicher Unterricht, Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kommunikationszentren, KIs, kommunale Integrationszentren, Sie sehen, es ist schon Wochenende, landesständische schulische Integration und Neuzuwanderung. Das sind alles Themen, die in meinem Referat liegen. Und das sind Themen, die ganz, ganz wichtig sind, weil es hier ganz klar um Bildungsgerechtigkeit geht. Und zwar Bildungsgerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler, die bei uns in der Schule sind. Sie müssen wissen, Nordrhein-Westfalen haben ungefähr 44% aller Schülerinnen und Schüler eine Zuwanderungsgeschichte. In jeder zweiten Familie wird neben Deutsch noch eine weitere Sprache gesprochen. Und um hier eine gerechte Chance auf den möglichst besten Bildungsabschluss zu geben, dafür tut das Land Nordrhein-Westfalen ganz, ganz viel. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch der herkunftssprachliche Unterricht, weil es hierbei um sprachliche Bildung geht. Wir wissen aus Studien, dass wenn eine Sprache sehr gut beherrscht wird, und zwar formal beherrscht wird, das heißt nicht nur Alltagssprache, sondern auch bildungssprachlich gut beherrscht wird, dann hat es unmittelbare, direkte Auswirkungen auf die nächste Sprache, die gelernt werden. Das heißt, wenn jemand zu Hause beispielsweise Albanisch sehr gut spricht, gut gelernt hat, wird dieser Schüler, diese Schülerin auch sehr gute Chancen haben, Deutsch auf einem sehr guten Niveau zu lernen. Und das ist die Grundvoraussetzung für Bildungserfolg in unserem Schulsystem. Deswegen spielt der herkunftssprachliche Unterricht in Nordrhein-Westfalen eine sehr große Rolle. Deswegen werden hier für über 1000 Lehrerstellen, das sind ungefähr 1300 Lehrerkräfte vom Land unbefristet eingestellt, zur Verfügung gestellt für diesen Unterricht. Wir haben über 100.000 Schülerinnen und Schüler in unserem Unterricht, in unserem herkunftssprachlichen Unterricht. Wir haben über 30 Sprachen, die wir anbieten. Wir bieten immer Sprachen an, ganz wichtig. Wir bieten nicht Nationalsprachen an. Wir haben auch Sprachen in unserem Angebot, die keine Amtssprache in irgendeinem Land sind. Und wir sagen ganz bewusst, wir möchten Sprachunterricht geben, um tatsächlich die Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern. Neben diesem Aspekt ist auch beispielsweise das Thema Neuzuwanderung ein ganz wesentlicher Aspekt, der auch in meinem Referat dann auch liegt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ungefähr 90.000 bis 100.000 Schülerinnen und Schüler, die in den letzten 2 Jahren neu zugewandert sind nach Nordrhein-Westfalen. Und darunter sind immer auch Schülerinnen und Schüler mit ethnisch albanischer Herkunft. Das ist einfach so.
Und auch hier gilt am Anfang, bestmöglich Deutsch zu lernen. Es wird in der Regel 12 Stunden nur Deutschunterricht gegeben, plus dann nochmal fachlicher Unterricht. Aber diesen Kindern und Jugendlichen steht immer die Möglichkeit auch offen, tatsächlich auch herkensprachlichen Unterricht Albanisch zu besuchen. Ich könnte jetzt immer noch viele Stunden reden, ich bin von Haus aus Lehrer, deswegen ich kann nonstop reden, aber ich glaube, ich mache ja hier einen Punkt. Hier ins Wort. Vielen Dank. Shëndetje nga ana ime, quhem Milazim Ukaj, si që tha më parë, jam kryetari i shoqatës së arsimtarëve dhe prindërve shqiptar në Bavari, shkërtesës Lapsh, për ata që kanë dëgjuar, dhe këtë funksion e kam që nga viti 2019. Me profesion jam finansbuhalter, do të thotë kontabilist në duket të ne atje, punoj me për një kancelari gjermane në Myni dhe jetoj që gati 35 vite aty. Lapshi, më të vërtet është një sfidë e madhe, e cila nuk mund të përshkruhet me pak fjalë. Lapshi është lind, është kriju si pasojë e asaj e cilës për fat keq në Bavari nuk praktikohet sikur në NRV në Nord-Rhein-Westfalen, cilën Ministri e Sqaretit shumë bukur, dhe tha shumë bukur, që këta mirën kryesisht me këtë punë, të rregullojnë këtë punë, do të thotë mësimin plotësues në gjuhën, jo vetëm gjuhën shqipe, kuptohet edhe në gjuhën tjera, po na jemi tani ose unë praktikisht në përfoj për gjuhën shqipe. Në Bavari është ndërprej kjo formë e mësimit plotësues në vitin 2014, definitivisht, vendimi është marrë në 2008, dhe që nga jo kohë funksionon në formën konsularische Muttersprachliche Ergänzungsunterricht, do të thotë mësimi bygjësisë në përmes konsulatave. Që do thotë që ne jemi hudhur në një ujë ftoftë, thamë tani, do thotë ne nuk kemi remitanca, nuk marrim mjete financiare për t'i paguar mësimdhënësit, sikur se bën shteti ose landi NRV. Dhe për këtë arsye fillon sfida këtu, do të thotë. Mirë po mendoj që kemi bërë pamundur në të mundur. Për momentin kemi afër 40 mësuese, për momentin janë 37, po në javën që vjen do të thotë të enjtën fillon në Pfaffenhofen aty afër Meniut dhe në 2 qytete tjera në Bamberg dhe Schwabach afër Nürnbergut, domethënë edhe atje do të bëhen 40 mësuese, cilët menaxhohen nga Lapshi, vojza paguhen, sepse ato marrin vetëm një Aufwandsentschädigung, gjuhën gjermane për shqip kemi marrë nga anglishtja reimbursim, dhe mbajnë mësim 2 orë në javë, mësim plotësues në përshkolla. Me rëndësi të madhe është që mësimi plotësues në Bavari mbahet vetëm në përshkolla, shkolla të rregullta. Mit janë vetëm nxënës të shkollave të rregullta, do të thotë maksimumi parashkollor deri kur përfundojmë mësimin, dhe që gjithçka që organizojmë ne atje funksionon nën jurisdiksionin e Kultusministerium, domethënë Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit të Republikës Bavareze, dhe në ombrellën e konsulatave tona, që i kemi atje 2, të Republikës Shqipërisë dhe të Kosovës, dhe kemi natyrisht, pasi që sot përpos konsullit të Republikës Kosovës, zotit Isma, kemi edhe 2 përfaqësues nga Kosova, zotin Elis Batalaj dhe zotin Besnik Desko. Kemi bashkëpunim të ngushtë dhe vetëm falë këtij bashkëpunimi do të thotë me konsulatat, me ministrit tona, domethënë përkatëse, dhe natyrisht me prindërit, me aktivistët tjerë, kemi arritur që të hapim për momentin 36 klasa, numri është në rritje, pra kthejmë të sfida, si do ta arrijmë, si të ballafaqohemi me gjithë këtë punë që e bëjmë. Arsyeja thash është jo vetëm financiare, po edhe puna. Sot këtu në këtë sallë janë edhe 2 bashkëpunëtorë të mi të zellshëm që kanë marrë kohën, nuk është të thonë të marrë vetëm mjetet financiare të paguajmë një bilet, po të vinë fundjavës të kalojmë këtu, është
arkatari i shoqatës Zoti Avdi Kolukaj dhe mësuesja Elena Marke gjithashtu. Dhe sukur këta dy edhe unë janë edhe gjithë tjerë. Nuk duhet ta veçoj asnjë. Secili prej neve bën punë humanitare. Punë vetmohuese, nganjëherë lëm familjet tona keq për të bërë një punë, po e bëjmë me vullnet dhe me dëshirë më të madhe. Duke marrë parasysh që jam në një panel me një profesor nga Shqipëria, nga një universitet me famë, me një kolege e cila është edhe mësimdhënëse dhe me një ministër këtu e ndje vetën shumë privilegjuar që më është dhënë mundësia të them edhe unë diçka për lapshin, për punën e lapshit. Muhameti është një njerëz i shkëlqyer dhe me punën e vet. Memorandumin që e kemi bërë, besoj që do ta zgjerojmë të ardhmen, po kjo është vetëm një fillim dhe shpresojmë që edhe rubrika tjera si në Hessen, Berlin apo diku tjetër të na bashkohen dhe të vazhdojnë. Kështu që jam kuriozitar dhe unë të dëgjoj se çfarë keni edhe ju për të pyetur ose të thënë dhe vazhdojmë. Faleminderit shumë. Këtë panel e kemi organizuar pak më ndryshe si me Vreni, se dëshira am është me bo pak pyetje më specifike në ato fusha profesionit që të ceka. Rektor, vizioni i Universitetit Shkodrës, 2 pikat ndërkombëtarizimit, projektet e përbashkëta, ndoshta pak një përmbledhje, një vizion që ta shohim ku po shkojnë shtetet tanë tash në atë aspektin politik që nuk kam dëshirë ta cekë shumë, po është një momentum i veçantë në procesin e integrimit të Shqipërisë, popujve të kapitujve, kapituj 24 për arsim dhe kulturë që ka të bëj jashtëzakonisht shumë me këto farë fushat. Çka mund është me na tregu për këtë? Po e drejtë që niset me kapitullin, në fakt unë duke bërë përpjekje me një sa më strikt të programit të panelit tematik, po them 4, mora parasysh edhe pyetjet orientuese që na kishin dërguar dhe përgatita një lloj prezantimi, por duke dëgjuar prezantimet nga tjerë sot, i kam lanë me njëra ato, kështu që tentova me kriju diçka dhe gjithmonë duke u përgjigj në fakt për pyetjeve që me drejt dje pak një debat shumë interesant jam aslitë sa i takon identitetit, natyrisht ka këndvështrime, debate të ndryshme që burojnë nga profesionet tona, nga pikpamja, po them historiani, e historisë, antropologjike, po them politologjike, kështu me radhë, po besoj gjithë bim dakord që gjuha në fakt është shtylla që mban gjallë identitetin dhe kujtesën tonë kolektive, që në këtë kuptim edhe komunitetet shqiptare në Gjermani që ka tashmë një përvojë mbi 5 dekada, e kanë përdorur këtë gjuhë si një instrument se tush për të realizuar një integrim, po një integrim të vetëdijshëm. Dhe unë në këto kërkimet e mia se tush për të prezantimin që u fola, gjitha disa raporte, disa që nga Deutsche Welle apo Insider, por nuk po hyj në këto detaje sepse besoj e dini më mirë se sa unë, por përforcojnë si tush disa prej pretendimeve që unë janë të drejta, që u thanë edhe nga kolegu, për shembull unë mësova nga një raporti Insider 2021, besoj ju konfirmoni që mësimi i gjuhës shqipe në Gjermani është ende i pafinancuar në mënyrë të qëndrueshme nga shtetet shqiptare. Diçka që duhet reaguar, pse them duhet reaguar? Nëse këtu besoj ne biseduam, nuk e di nëse është e pranishme në këtë panel, me drejtorin ekzekutive të Agjencisë Kombëtare për Diasporën dhe jemi në momentin kur po rishikohet strategjia kombëtare për diasporën, ka pasur një strategji në vitin 2021-2025, apo jo kalbona, por i gjonë, se dhe do rishikohet tani për periudhën 2025-30. Por nëse dhe ky element nuk parashikohet tek strategjia kombëtare, pastaj ne do thjesht do ruajmë status quo dhe nuk do mund të kemi një rritje të rolit real apo të kontributit konkret të shteteve tona, po flas për Shqipërinë, po besoj që edhe për Kosovën është e njëjta gjë, edhe pse organizimi që unë shoh këto 2 ditë networku që keni, besoj që është më i avancuar në raport me Shqipërinë dhe kjo fal jush të këtyre pjesëmarrësve të këtu dhe gjitha organizata o përfaqësuese të shoqërisë civile që jam i sigurt që mund të ketë edhe të tjerë që kanë dhënë dhe japën një kontribut të jashtëzakonshëm. Dhe sado ndarje le të kemi, sado pikpamje të ndryshme le të kemi, ajo që unë përsëri duke vërtetuar studimin që kryesisht na
OECD-ja, nga UNESCO-ja dhe nga Komisioni Evropian pra përtej thash këndvështrime të ndryshme, ajo që është e rëndësishme dhe konkludohet është se dygjuesia përmirëson në mënyrë të dukshme aftësitë njohëse ndërkulturore dhe absolutisht edhe rezultatet akademike. Janë raporte të besueshme, janë studime shkencore që kam gjetur plot referenca, kështu që në këtë kuptim unë nuk po ndalem më tej, veç se po dal tani se çfarë ne kemi menduar dhe çfarë unë së bashku me ekipin, me universitetin, kam rreth një vit e 2 muaj në zyrën e rektorit në këtë Universitetin e Shkodrës, sepse rikthehem në atë institucion pasi kam qenë pedagog për disa vite. Në qenë se nisa tek strategjia dhe diskutuam edhe gjatë ditës sot për rishikimin e strategjisë dhe mora vesh edhe takimin me diasporën e Shtyrë në janarin e 2026-s. Kemi pra si tush kohën e mjaftueshme që ne realisht dalim me propozime konkrete, me qenë se tu ishte edhe ambasadorja, dhe patëm një bisedë shumë të këndshme dhe shumë të qartë me ambasadorin tonë në Berlin, thash edhe me drejtuesin e agjencisë për diasporën. Megjithatë, përtej po them kritika dhe pritshmëritë të larta që ne kemi, duhet të analizojmë edhe disa arritje. Seminarin që unë përmenda mësuesve diasporës organizohet një herë në 2 vjet nga të 2 qeveritë, madje mbështetet financiarisht nga 2 qeveritë në Kosovë dhe në Shqipëri, ka një lloj rotacioni, si thosh, dhe si vjet ishte në Shkodër dhe Obami është rikthyer në Shkodër, dhe që duhet vjohet të punojmë dhe ju bëjë thirrje që të vjohet punojmë në Shkodër për një arsye thjesht. Nuk e dimë se ne jemi me të mirë, sepse ajo duhet matet, është si puna e rankimeve, do dalë me poshtë, por di që programet e mësuesisë ka një valencë kombëtare dhe ka një traditë e jashtëzakonshme në Universitetin e Shkodrës. Gjitha edhe ato që janë sot programe për prioritet kombëtar, matematika, fizika, biokimi, gjuhë, letërsi, histori, gjeografi, programet e mësuesisë, të arsimit shkollor, parashkollor, e kështu me radhë, ato janë përqendruar në Shkodër. Dhe në këtë kuptim, unë mendoj që është një mundësi e jashtëzakonshme që nëpërmjet jush ne kemi kontakt dhe të bëjë thirrje për partneritete me universitete gjermane që të mund të ecim në drejtimin e duhur. Ka edhe një dokument që është një bazë e fortë për bashkëpunimin midis nesh, që është dokumenti politika 2030, është miratuar nga Ministria e Arsimit që në mars të këtij viti, dhe janë disa kolona të këtij në prisë nëse zgjas. Edhe 1 minutë të pasi skatëm edhe pauzën, po të qesëm ato prioritet. Dakor, mirë. Nuk besoj se të jemi suksesshëm, do të ishim. Për këtë çështje jemi, dakor, mirë. Pra, është në kombëtarizimi, është digitalizimi, profilizimi rajonal. Kur përmendim profilizimin rajonal, pikërisht mendohet që Shkodra ecë në këtë drejtim, pra, që të përqendrohet tek programet e mësuesisë. Pra, nëse t'ja vjen Koça do ketë bujqësinë, teknologji, informacioni, një institucion tjetër drejtësinë apo diçka tjetër, Shkodra do të ruajë këtë fokus tek programet e mësuesisë, kështu që do të ketë një ndryshim të rëndësishëm në ligjin e arsimit të lartë, që do jetë mundësia mësimit blended, pra që do jetë e përzierë. Dhe në këtë kuptim do jetë lehtësi shumë e madhe bashkëpunimi, po them me ju dhe ato ide që ne kemi konkrete për sa i takon edhe programet të studimit, dhe një shumë kryesore të këtij dokumentit politike në fakt është diaspora akademike. Diaspora akademike dhe ka disa barriera ligjore që do rregullu dhe këtu kërkohet një lloj bashkëpunimi jo me Ministrisë së Arsimit, por me Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë për Evropën Punëve të Jashtme apo Ministria e Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, dhe në mënyrë që mos kemi barriera artificiale të cilat nuk na mundsojnë një bashkëpunim normal. Për shembull, çanove ditë Shqipërisë dhe Kosovës, duhet ta them hapur. Ne jemi takuar disa herë, por ne nëse flasim për gjuhë dhe për integrim, ne do të kemi një treg të përbashkët edukimit. Nuk e kemi. Pra kemi marrëveshje, kemi takimet të qeverive,
po them të ndryshme, djathtas, majtas, djathtas të qenës, por ne nuk kemi, ne ende kemi barriera, pengesa në njohjen apo nostrifikimin e diplomave. Dhe kjo e pengon një tri nga Kosova të vinë në Shqipëri, apo një tri nga Shqipëria të shkojnë në Kosovë, sepse procedurat e njohjes, burokratikët me pas, janë kaq të gjata sa që ate e mëlsisin atë. Pra ne çfarë na mungon, sidomos në këtë aspekt, agjencitë e akreditimeve ne i kemi, Kosova më ka avancuar sepse është anëtare e ENKA-s, sa i takon çështjet që lidhen me akreditimin, por nëse nuk urgëzohen këto, ne do kemi shumë vështirësi pastaj të flasim për integrim. 5 minutë pak e gjatë. Zota pak e gjithë. Okej, ta bëjmë një ndërprerje. E mira diasporës është që zakonisht diaspora e re e vjetër e atërshme e realishme nuk e shikon këtu sene. Na nuk veprojnë anë atë parimin, është mendimi janë këtë fush, është një diaspor, është një institucion, është një bashkëpunim. Pejt njerëzit që të kanë dëshirën të bojnë përqarje, duhet mi anashkalu, sepse unë e menoj Shkodrën, kër e menoj edhe Prishtinën, e menoj edhe Tiranën, do me thonë për mua jo aspekti i gjuhës shparatë rau, që shtojnë Gjermant, është nga. Po ta ndryshoj tash. Do ta... Thjesht dhe shumë plëcu këtë pikë që po thoni, jo 30 sekonda. Ka dhe i thamon që kur të shikot strategjia, edhe të kështë për të adresu këtë shqetësime, strategjia duhet vi nga diaspora, për diasporën dhe jo nga qeverit për diasporën. Në mënyrë që ne të shmangim konformizmin, të mos takohemi njëri tjetrin për të dorëtrokit si tu shavritit sukseset, dhe pastaj mbaron, pra ne bijmë ndonjëherë pa dashje, unë besoj edhe në Kosovë, në Shqipëri, pak në folklorizëm, në një lloj patriotizmi folklorik, dhe jo patriotizëm, po them demokratik, dhe që të flasim hapur, dhe t'ja themi qeverive tona se çfarë nuk shkon. Dhe ne dim shumë njerëz që janë shumë gjëra që nuk shkojnë për rrugë vërtet. Kështu që në këtë kuptim themon diaspora ka detyrimin të mos konformohet dhe të mos maj anë. Dakor? Dhe ne përfaqësojmë gjithë spektrin, po them shoqëror, arsimor e kështu me radhë. Meine Frage ans Ministerium. Wo hat Nordrhein-Westfalen eine Vision oder eine Perspektive? Was sind Bereiche, wo NRW gerade daran arbeitet, dass der Herkunftssprachenunterricht noch besser wird, obwohl wir aus Hamburg ja immer nach NRW schauen und sagen, die haben Tradition, die machen das lange, die sind in wirklich vielen Bereichen Vorreiter. In ein paar Bereichen wenig, wir sind ja ein Stadtstaat, sind wir schon ein bisschen Vorreiter. Also was wird aktuell gerade gemacht, um diesen Bereich irgendwie zeitgemäß und innovativ nach vorne zu bringen? Vielleicht so ein kurzer Einblick in die berühmte Truhe. Sehr gerne. Zum einen wird momentan der Lehrplan oder die Lehrpläne, besser gesagt, für die Primarstufen, die Sekundarstufe 1 erarbeitet, überarbeitet. Wir hoffen, dass wir im Laufe des kommenden Jahres mit der Implementierung anfangen können. Das ist auch dringend nötig, müssen wir selber auch sagen, weil die aktuellen Lehrpläne sind bereits 20 bzw. 25 Jahre alt. Und da hat sich ein bisschen was getan in der Zeit. Weiterhin ist das Thema Mehrsprachigkeit auch im Landtag ein ganz wesentliches Thema. Gab es vor den Sommerferien, das müsste im Mai gewesen sein, wenn ich mich nicht irre, einen Antrag der Opposition zur Stärkung der Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler. Der ist dann auch besprochen worden, es gab eine Expertenanhörung, der ist aber nicht verabschiedet worden, dieser Antrag. Vor 8 Wochen, meine ich, ist dann ein neuer Antrag eingereicht worden zum Thema Mehrsprachigkeit, Stärkung der Mehrsprachigkeit. Diesmal allerdings von den regierungstragenden Fraktionen der CDU und der FDP, der Grünen. Und dieser Antrag hat wieder einige Aspekte aufgenommen, die zum einen die Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler wertschätzen, fördern wollen und auch nutzen wollen für die Schule, aber insgesamt die Gesellschaft. Und wenn dieser Antrag so verabschiedet werden sollte, wovon man ausgehen kann, weil das die regierungstragenden Fraktionen sind, dann ist das wieder ein Meilensprung. Einen solchen Antrag, der zum Thema Mehrsprachigkeit aus dem Parlament heraus beschlossen worden ist mir so in dieser Form nicht bekannt, muss ich sagen. Und ich glaube auch bundesweit eine extreme Vorreiterstellung. Das hat dann natürlich auch direkte Auswirkungen auf die Regierung, weil das, was das Parlament beschließt, muss die Regierung in der Regel auch umsetzen.
Und wenn ich die Regierung sage, dann meine ich dann auch das Ministerium und dann auch mein Fachreferat selbst. Das würde beispielsweise bedeuten, wie können wir Digitalisierung im Rahmen der Mehrsprachigkeit nochmal deutlich besser nutzen. Wir haben eine Online-Plattform, die alle Lehrkräfte nutzen können mit Logineo, aber wie kann man Unterricht, ganz konkret Unterricht, unter Umständen auch mit Nutzung von künstlicher Intelligenz auch nochmal ganz modern und auch zielorientiert gestalten? Was kann man bei der Qualifizierung der Lehrkräfte noch verbessern, die schon im Schuldienst sind, aber vielleicht auch noch ausgebildet werden? Was kann man bei der konkreten Unterrichtsgestaltung nochmal verbessern? Was kann man auch bei der Anerkennung der Sprachprüfung im herkunftssprachlichen Unterricht nochmal machen? Klammer auf, da gibt es momentan einen Ansatz bzw. einen Beschluss, der noch verabschiedet werden muss vom Landtag, der vorsieht, dass die Sprachprüfung im herkunftssprachlichen Unterricht demnächst am Ende der Sekundarstufe 1, das heißt in der Klasse 10, anstelle einer Fremdsprache Note eingesetzt werden kann. Und zwar auch zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Und das ist definitiv ein sehr großer Sprung. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Also Nordrhein-Westfalen geht nicht den gleichen Weg wie Hamburg. Wir sagen nicht, dass die Herkunftssprache tatsächlich als Fremdsprache eingesetzt werden kann. Wir sind auf unterschiedlichen Autobahnen unterwegs. Die Autobahnen Nordrhein-Westfalen sind besser als der Ruf. Kann ich nicht bestätigen, gestern, aber das diskutieren wir danach. Ja. Genau. Ich bin Regionalpatriot und ich bin Kölner, das kommt noch dazu. Also wir sagen nicht, dass die Herkunftssprachen als Fremdsprachen dann unterrichtet werden können, sondern wir sagen, es gibt immer noch einen Unterschied, den wird es mittel- und langfristig wahrscheinlich immer noch geben, irgendwann mal vielleicht nicht mehr. Aber wir steigern die Wertschätzung für die Herkunftssprachen, für die 30 Sprachen, Klammer auf, nach oben haben wir keine Grenzen. Das heißt, wenn wir genügend Schülerinnen und Schüler haben, Eltern haben, dann kann grundsätzlich jede Sprache, jede Familiensprache als Herkunftssprachenunterricht angeboten werden. Wir brauchen Schülerinnen und Schüler, wir brauchen eine Lehrkraft und wir brauchen die Ressource. Das Einzige von den dreien, was wirklich ein bisschen knapper ist, ist immer die Ressource. Wir haben diese 1000 Stellen und die sind erstmal limitiert. Aber grundsätzlich kann jede Sprache, egal welche, angeboten werden. Und das ist jetzt der Prozess, in dem wir sind. Wir wollen die Qualität steigern, wir wollen uns weiterentwickeln und wir wollen die Sprachen, die wir in der Schule haben, nutzen, um einmal die Schülerinnen und Schüler bessere Bildung zukommen zu lassen, bessere Abschlüsse und gleichzeitig sie in ihrer Person, in ihrer Identität zu stärken. Aber das ist wieder anders. Vielen Dank. Gewöhnlich zakonisht, zakonisht na flasim shumë në bimësimin ose të mësimës, por nuk flasim shumë në mësimës. Keni vrejnë ndoshta në ato fjalimet politik që secili e merret drejtën me folë diçka për mësimin plotësues edhe pse nuk është fare i fushës. Ma mirë është, provoja ime personale është ma mirë me folë me kolegë kompetencët janë teren edhe i dinë sfidat dhe problemet. Cilat kishin qenë ata 3 pika e 2 republika o tjera e kësaj të Hamburgut, cilat ju kishit dashur me adresu si kolegë që merrni ose në organizim ose në mësim direkt publikun, ose edhe për Germinën që do ta bëni një dokument mandej që t'i adresoj këto edhe të politikës ose të vendimas. Cilat janë ato sfidat kryesore që ka modernizojmë ose ta çojmë përpara si institucione tash për ta si kash si lapsh ose tash kanë si hot, cilat janë ato pikat kryesore që ishin një shumë sfidues ose problematike që mundën të qenë rrezik. Edhe drejtëm nashta ata si ligjin për mësimin plotësues. Publikun se mendoj që ka këto mjaftueshëm njerëz që i dërgojnë ndoshta edhe fëmijët e tyre në mësim plotësues. Çka duhet me bëj që mu avancu, që me pas mësime plotësues. Të gjuhës shqipe një vend më të mirë ose një pozitë më të mirë se tani që e ka. Kur t'ja nis? Das? Okay. Sfida më e madhe, ndoshta sa i përket kësaj pyetje që e bën atë, është natyrisht zyrtarizimi i kësaj mësimi plotësues.
flas për Bavarinë tash sepse e nërvej fal resurseve që kanë këtu ose mundësive kanë pak më ndryshme më lehtë. Zyrtarizimi i gjuhës shqipe në pranë shtetit, falën shtetit jo po, Republikës Bavarisë. Sepse derisa nuk është bërë një gjë të tillë, ne jemi akoma në një formë përdoret domethënë jetojmë me vitra. Se ta quaj ashtu. Fëmijët tanë që të rriten, kanë lind dhe rriten ose kanë ardhur dikur këtu, rrezikojnë me të vërtetë të asimilohen. Kolegët e mi që kanë marrë iniciativën atëherë në atë kohë të kryer me kolegun akoma tani në kryesinë Mustafa Krasniqit dhe gjithë atyre tjerëve që kanë qenë e kanë pas një vizion. Vizioni ka qenë që të parandalojmë asimilimin e fëmijëve tonë. Secili prej neve që jeton këtu dhe ka fëmijë, domethënë, jemi të përkushtuar që fëmijët tonë të mësojnë gjuhën gjermane perfekte, sepse ata mësojnë dhe do të punojnë dikur dhe do të studiojnë gjithçka. Mirë po, kemi dëshirën e flaktë dhe domosdoshme që fëmijët tonë të mësojnë edhe gjuhën shqipe, gjuhën e nanës së babës. Unë nga rajoni ku vi unë, nga komuna Rovecit për shembull, kam domethënë biseda me ata që jetojnë atje, edhe thonë sa bukur ju që bëni këtë punë. Për në gjithë Kosovën, në gjithë Shqipërinë. Profesor Elenier që tha dhe Muhameti më herët me vërtet nuk e shohim si Shqipëri dhe Kosovë, e shohim vetëm si shqiptari do të thotë, dhe gjithë aktivitetin që mundet me pas ndërhyrje piva domethënë edhe këtu, mirë po fokusi jonë është shqiptaria, domethënë fëmijët me përjardhje shqiptare, kudo që vinë të marrin mësim plotësues. Librat na i ofrojnë qeverit, tekstet mësimore, mirë po nuk është bërë akoma nostrifikimi i diplomave të mësimdhënësve për shembull. Dhe kjo është një sfidë tjetër e cila po i brengos mësuesët dhe thotë edhe mësuesit. Kurse për me u fokusu pak më tepër ato që kisha ndryshuar edhe diçka tjetër në këtë problematikët që i kemi, është që në sparën ndoshta duket që kompania të përkthehet edhe kurrikulin në gjuhën gjermane, një që t'ja prezentojmë edhe gjermanëve kurrikulin në gjuhën gjermane, jo ne ta përkthejmë gjithmonë. Dhe që nuk e di se si do të mund të ndikojmë tek prindërit, mirë po prindi është me vërtet faktori kryesor pse ne kemi në Bavari, për shembull nga 130.000 shqiptarë që jetojnë aty për afërsisht e kam fjalën tani, sipas informacioneve të konsullatave, në Bavari jetojnë mbi 130.000 shqiptarë, kemi dikun almost ta teprojt është 500. Është e dhimbshme, e mirueshme, edhe pse mësuesit bëjnë punë vullnetare, edhe pse ne gjithë bëjmë punë vullnetare dhe ofrojmë ato, prapse prindri është. Si ta sensibilizojmë prindin që ai ta sjellë fëmijën në vet. Nuk është që i kërkojmë në me po diçka ku me diçka, po ja ofrojmë si plotësues me mëdhënës që janë të diplomuar. Nuk e kemi asnjë mëdhënës që është diplomuar në Shqipëri ose në Kosovë. Kishim jetë në Maqedoni, tash është ai që thotë janë si mëdhënës të diplomuar. Nuk ka asnjë që bën në formë hajtë ta bëjnë diçka. Jo, janë si mëdhënës të diplomuar. Kjo është një përvës. Si ti bëjmë ato. Ndoshta Germini me videon ose me gjithë programin që ka mundet me na me sensibilizu për ato. Kjo është ajo, faleminderit. Sigurisht se përderisa kolegët nga Bavaria ballafaqohen me sfida të ndryshme të organizimit të mësimdhënies në gjuhën përjardhjes, në Republikën tonë apo në landin e Nord-Rajnë-Vestfalisë, ne ballafaqohemi me sfida të tjera. Kuptohet nga vetë natyra e njeriut në çdo profesion, pa marrë parasysh sa jemi të angazhuar, sa jemi të shkojmë përpara do të thotë me aktivitetet me punën tonë dhe sa i përkushtohemi punës tonë, prapse lindin sfida të ndryshme të cilat do e mos nëse nuk reagohet apo nuk punohet këtë drejtim, mbeten sfida të hapura dhe sigurisht se çdo gjenerat mësimdhënësve inkuadrohet dhe punon në këtë drejtim.
E them këtë për shumë arsye të ndryshme, sepse në landin tonë ne jemi të privilegjuar, ashtu si e kuptuam edhe tani, po dhe shumë prej jush e kuptojnë, jemi të privilegjuar sepse përkrahemi drejt për drejt drejtësisë së arsimit, qoftë çështja financiare, po ashtu edhe vendmbajtja e mësimdhënies, sigurimi i nxënësve, kjo që ndoshta i jep një vullnet dhe prindërve dhe komunitetit tonë që sa më shumë t'i kuadrohen dhe t'i regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollën e mësimit plotësues. Por megjithatë ne ballafaqohemi edhe me disa sfida po ashtu, që për ne ndoshta janë ato sfidat të cilat secili nga ne i përjeton në formë të ndryshme. E them nga ne, nga mësimdhënësit, nga kolegët e mi, qoftë në Köln, apo në Düsseldorf, apo në Münster, ku ta dijon. Çështja e organizimit të mësimit zakonisht është pak më problematike sepse organizohet në orët e pasdites, jo në mësimin e rregullt, siç e kanë ndoshta prioritet disa kolegë nga gjuhët e tjera, qoftë turke apo është numri i nxënësve me periudhë të një gjuhe që kanë gjuhë të bashkët të periudhës, dhe kjo ndoshta ndikon pak a shumë në mos regjistrimin e mjaftueshëm të nxënësve të komunitetit tonë. Ne dim mirë filli se në Republikën apo në landin e Norvesë jetojnë shumë e më shumë banor me periudhë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Lugina, Malizi me periudhë do të thotë që kanë gjuhën e përbashkët, gjuhën shqipe, por nëse krahasojmë ne numrin e nxënësve, numrin e fëmijëve që vijojnë shkollimin e rregullt në gjuhë gjermane me numrin e nxënësve që vijojnë mësimet në gjuhën anëtare, në gjuhën plotësuese, mësimin plotësues të gjuhës shqipe, vren një dallim shumë të madh, vren një krahasim shumë të madh. Këtu ka arsye të ndryshme, por duke u nisur nga përvoja ime personale, mendoj se përveç mësimit, përveç lëndës mësimit plotësues të gjuhës shqipe, qoftë gjuha, si do thotë gjuha letrare, historia, letërsia, po ta dijon të gjitha lëndët që përfshihen në mësimin plotësues, pa marrë parasysh këto ndikojnë mjaft në realizimin e qëllimit tonë të përbashkët. Por nga përvoja ime mendoj se ne do të bëjmë edhe më shumë këtë drejtim në mënyrë që t'i motivojmë apo ta promovojmë gjuhën shqipe më shumë në komunitetin tonë. Janë aktivitete të ndryshme, të cilat ne kemi mundësi t'i realizojmë, por do të gjejmë mënyrën, do të gjejmë rrugtimin se si mund t'i realizojmë këto aktivitete. Kuptohet se nëse flasun nga personaliteti im, nga puna ime, përvoja ime personale, mund të flas se i kam disa përvoja që ndoshta më ndihmojnë më shumë me që kam përvojë dhe mësimin e rregullt të gjuhës gjermane dhe e kuptoj, e di çka më ofron mua drejtoria e shkollës apo çka më ofron mua qyteti ku jetoj dhe ku punoj dhe veproj. Ndërsa kolegët e tjerë ndoshta janë më të kufizuar dhe nuk i dinë të gjitha këto përparësi që mund t'i shijojnë nga shteti me nxënësit e tyre. Përmes aktiviteteve të ndryshme, qoftë në vendin ku jetojmë, qoftë në rrethin, bëjmë rrjetizimin e nxënësve, bëjmë shoqërimin e nxënësve, përmes shoqërimit, rrjetizimit të nxënësve në shkollave të ndryshme, fillon dal nga dal motivimi i familjeve, i komunitetit tonë. Zoni, po da kanë edhe 5 minuta, kështu që dunja vjetë ose që ka 1 minutë, në përfundu tani mos me zgjotë se paneli para prak pak. Këto aktivitete Këto aktivitete natyrisht kam rastin që në këto aktivitete të kemë përkrahjen edhe nga shteti vendi ku jetojmë dhe faktikisht ne nuk e përfaqësojmë apo nuk e përkrahim dhe nuk është qëllimi ynë që gjuha jonë jetë gjuhë ndarëse. Përkundrazi, kjo gjuha jonë do të jetë gjuhë që do t'i bashkoj kurat në mes dy gjuhëve, në mes dy kulturave dhe po ashtu do të rrjetizohet edhe më tutje. Por sfidat mbesin ende natyrisht do të kemi ne edhe vitet e ardhshme sfidat ndër të ndryshme, ato sfida që ndoshta unë nuk i kam kolegët e tjerë. Por megjithatë sot jam në këtë panel dhe herat tjera ndoshta ndonjë koleg tjetër që ka sfida tjetër. Përkundër kësaj mund të them se në kuadër të Këshillit të Arsimtarëve Shqiptar
përpiqemi që dojmë mos njëri tjetrin ta mbështesim, ta përkrahim dhe t'i tregojmë nga përvojat tona të përfitojmë secili nga ne. Ato që shihni si ma të rëndësishëm për këtij paneli ta thëni diçka që ka menë se s'po du tash me hi prapë. Po, morë. Për të rolit të universitetit, pra. Tani, përsëri ne me Gërmin ne kemi një bazë të fortë sepse kemi nënshuar marrëveshjen e memorandumin e mirëkuptimit me mbështetjen e TIS Albania dhe Bashkimit Evropian, janë 8 institucione të arsimit lartë, por në atë ne kemi programet të mëshirësisë. ADF-ja po ashtu do ta përmend pak, se ne ka ADF-ja ka programe për diasporën akademike, përmend më shumë. Çfarë mendojmë ne? Përveç se ne jemi në gjendje të ofrojmë po them ekspertizë, materiale mësimore, didaktike, me know-how që ne kemi, pra jemi të gatshëm. Dy gjëra mendojmë janë njerëzisht të rëndësishme, që në fakt një universitet si Universiteti i Shkodrës mundet dhe po bën çdo përpjekje për ta realizuar dhe për ta. Por ne duhet të certifikojmë edhe gjuhën e mësuesit për gjuhën shqipe, se Valbona ka punuar shumë kolegë që i kemi përsëri në Shkodër, kolegën Draqini, vetëm nëse nuk ka bërë vetëm 16% e mësuesve japën gjuhën shqipe për të certifikuar, për te i përpjekjeve, aspektet vullnetar, kompetencet që mund t'jenë, se mund t'jenë jurist, mund t'jenë inxhinier, mund t'jenë kujtun agronom, dhe janë gjendje për atë mësim, por po të flasim për shifrat saktë, për ta formalizuar, pra këte numër mësuesish është një përqindje e vogël dhe është roli i universitetit në rendin gatshëm ta bëjmë diçka të tillë dhe finalizimi pasaj që ne themi që është jam i tort, do ishte dizenjimi dhe pastaj licencimi nga ministria i një masteri profesional në 60 kredite për të provuar mësues pra për të dhënë gjuhën shqipe dhe kjo lehtësohet s'pari sepse thash do ketë një rishikim të ligjit të arsimit lartë dhe ne do kemi mundësi pra që mësimi të jetë i përzier blended. Kemi besoj mbështetjen e ministrisë, ndam sot edhe me faqen e agjencës dhe me ambasadorin natyrisht edhe me ju dhe ne jemi gatshëm ta bëjmë diçka të tillë. Do të ishte pozitive nëse një master i tillë do të mund të ishte joint me një partner gjerman në nivel pra universitar dhe këtu kërkoj ndihmën tuaj, jemi së bashku deri nesër dhe i gatshëm që secili prej jush mund të kontribuojë në këtë drejtim, por edhe nëse kjo nuk do mundohë, sepse përpjekjet i kemi nisë, ne si universitet po do të shkojmë drejt një projekti të tillë në mënyrë që të paktën sepse procedurat burokratike ne nuk i shmangim dot, edhe burokracia shtetërore njihet. Ne do ta nëse nuk do të jetë për 2026-2027, pa diskutim që për 2027-2028 kjo do të mund të realizohet. Kështu që shumë faleminderit dhe jesh më vajtë mundësi për ta artikuluar qartë një përpjekje tonë, por edhe një nevojë besoj për mësuesit që janë këtu në këtë sallë apo të tjerë që na ndjekin dhe janë jashtë kësaj sallë. Shfrytëzoj këtë që das war ja so eine indirekte Aufforderung zu kooperieren, zu schlagen. Potenzielle nette Unis in NRW, die es ja zahlreich gibt, irgendwie vielleicht zu integrieren. Wo sehen Sie denn Möglichkeiten der Kooperation, trotz des bürokratischen Apparats, trotz der Art und Weise, wie wir in Deutschland immer fragen, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich und was muss man irgendwie machen? Wo kann man vielleicht näher kommen und dieses Momentum außen zusammenzuarbeiten? Vielleicht in einer Minute, den Rest werden wir dann beim Kaffee weiter diskutieren. Also, Sie wissen ja selber, wir haben ja die Hochschulautonomie hier in Nordrhein-Westfalen einerseits, andererseits, wenn ausgebildet wird an Universitäten, sind das Lehrkräfte für die staatlichen Lehrermangel. Und das ist genau die Spannbreite, in der wir haben. Also, wenn Personen oder Studierende auf Lehramt studieren, wollen wir ihnen natürlich eine gute Chance geben, tatsächlich auch eine Stelle zu finden. Und das ist bei Albanisch beispielsweise relativ schwierig, weil wir, ich glaube, nur 35 Lehrkräfte haben, die herkunftssprachlich Albanisch unterrichten. Deswegen wäre das etwas schwieriger. Wenn es darum geht, tatsächlich eher im Rahmen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens das zu zertifizieren etc., dann würde ich anbieten, auf eine Hochschule zuzugehen,
von der ich weiß, dass sie durchaus auch offen ist grundsätzlich, um den Kontakt herzustellen. Das kann ich auf jeden Fall anbieten, das würde ich auch machen. Viel mehr kann ich aber eigentlich nicht machen, weil die Hochschulen... Das reicht schon, das war schon gut. Weil wir natürlich nicht regional trennen, machen wir noch die Uni Pristina als Kooperationspartnerin, dann haben wir so 3 nette Projekte. EU hat Fördergelder oder Mittel für Germin und dann versuchen wir das irgendwie zu realisieren. Noch einen letzten Satz, aber jetzt bitte nicht bereuen und dann sagen wir. Jetzt will ich aber aussuchen, worüber ich sprechen wollte. Ich habe ja noch die eine freie Minute. Und zwar diese Minute, wollte ich einfach nochmal sagen. Also für mich ist Herkunftssprachenunterricht ist nichts Trennendes. Und das ist für mich ganz, ganz wesentlich. Das ist etwas, was verbindet, was die Schülerinnen und Schüler, die jungen Menschen stärken soll. Und zwar dahingehend stärken soll, dass sie für sich selber klar haben, wer bin ich. Und was für mich ganz wesentlich ist, unsere jungen Menschen in den Schulen, die verstehen sich oftmals als hybride Identitäten. Die wissen ganz genau, wenn ich in der Familie bin, agiere ich so und so. Bin ich in Albanien, in Kosovo, in Mazedonien, egal wo, vor Ort, agiere ich wieder ganz anders. Bin ich aber im Fußballverein in Münster Umland, agiere ich wieder ganz anders. Und diese Handlungskompetenzen, die Sie da erwerben können, das ist etwas, was Herkunftssprachenunterricht wunderbar mit einbringen kann. Weil das stärkt nämlich sowohl die Verbindung hier in diese Gesellschaft, wie aber auch. Ihr habt eine Minute zusammen. Entschuldigung. A tu 30 секунда nuk desh tani ajo ekse nëse po kam dëshirë ta marr belem spaku një pyetje mbi publikut, edhe pse e kem kaluar kohën e egzonit, por krejt kohën me kujdesi unë pauzë. Kështu që e kemi atë 45 sekundë. Okej. Jo, mandej pyetje. Natyrisht se ka shumë të flitet në këtë drejtim, sepse vetë fjala integrim tregon shumë, jo vetëm gjuhën, por dhe shumë anë tjera personale të një njeriu në veçanti, por edhe të gjithë komunitetit tonë, por edhe të njerëzve që banojnë dhe jetojnë në çdo vend ku janë apo jetojnë. Për ne është më rëndësi si Këshilli Arsimtarëve Shqiptar, ndoshta ka mbeti pa u folur këto pikërisht pikat që u cekën, do të ishte një temë e veçantë kur ne së bashku qoftë në ministrinë të vazhdojmë bisedimet ku kemi mbetur, por edhe me Universitetin e hapur të Shkodrës, me zotrion rektor të Shkodrës që është paraqitur, do të kemi pasur bisedat edhe gjatë seminarit, po edhe me universitetet e tjera të cilat janë të hapura në këtë drejtim, në mënyrë që gjuhën shqipe ta bëjmë gjuhë jo vetëm si të mësimit plotësues, në orët të mësimit plotësues, por e njohur në shtetet evropiane sipas referencave europiane që nga anishi deri te B1-shi, C2-shi, ku ta dijon, në mënyrë që të zyrtarizohet gjuha shqipe. Kjo është dëshira jonë, po dhe këtë drejtim ne natyrisht si kolegë në Këshillin e Arsimtarëve Shqiptarë do të punojmë këtë drejtim. Po ashtu, mendoj se edhe kolegët e tjerë do të na bashkangjiten në këtë drejtim dhe janë natyrisht do të gatshëm të na bashkangjiten, sepse vetëm me 33, aktualisht 35 mësimdhënës në landin e Rhondda-Vestfalisë me afër 3000 nxënës që vizitojnë shkollën shqipe, nuk kufizohet numri i real i komunitetit tonë që ekziston në NRV. I madhi, shumë i madhi e qemë Qebej ka thënë që gjuha është pas shkëllimit kampi, kurse një fjalë tjetër shumë që pason me këto të është një kamp që nuk e përdor gjuhën e tij, rrezikohet ta humbi identitetin e tij. Kështu që apeli im i fundit është tek prindërit, po edhe këtu në këtë sallë që ta përcjellni me tutje, dërgoni ose sillni fëmijët në mësimin plotësues, sepse ne jemi këtu, ne do të jemi këtu dhe do të ardhmë, do të punojmë që ata fëmijë mos të asimilohen s'kaku jo ka shpejt, jo efektuar. Faleminderit shumë për fjalën, faleminderit shumë. Faleminderit që vetë na dha shansë të tjerë. Në pyetje të shkurt, sepse egzoni tani do të më bës nëse nuk e përfundoj. Jo.
Number 3. Atë në duhet ti. Dead battery. Ja, dead battery. Ja, Përshëndetje, shkurt nuk mundem, se kam shumë pyetje, praktike janë, lidhen me një çështje. S'mund t'i bie shkurt, s'ka si ndryshe, me rëndësie... 20 sekonda. Jo çfarë 20 sekonda. 15 sekonda. Kam marrë 2 fëmijë kam lanë në shtëpi për gatitje. Do e bëjmë Ju falenderoj shumë për këtë panel. Unë jam Magdalena Karaga, ka 2 vite që jetoj në Bonn. Edhe me sa kam njohuri, mësimi i gjuhës së Preardhjes, konkretisht gjuhës shqipe, veç më ofrohet në njërën nga lagjet e Bonnit në Tanë Bush. Megjithatë, unë jam e bindur nga ajo që shoh nëpër këndë lojra të ndryshme nëpër Bonn se nevoja është shumë më e madhe. 2027-ën, djalim i madh dhe nisin klasë parë, unë si përtoj kësaj pune hiq. Ajo që më intereson është nga kjo është drejt zonjës Veçisa ose drejt zotit ministër, kushdo që mund të më japi përgjigje. Cili është minimumi, numri sa fëmijë duhen për të hapur shkollë shqipe? Ata fëmijë, a duhet të jenë të njëjtës moshë ose janë gjenerata të ndryshme? A duhet patjetër të jetë shkollë publike, ose mundet të jetë edhe shkollë protestante dhe shkollë katolike? Sa zjat procedura? Stop. Edhe kush e inicon procedurën? A duhet prindët shkojnë shkollës t'i qasen, apo është në një institucion tjetër? Ma merr mendja që ka shumë njerëz këtu që e kanë ecur këtë rrugë, po thjesht përgjithsisht. Rregull, po nuk njom me 10, kështu që ato 10 do të mjatë të zgjidhje me njom. Me gjithë dëshirë do të përgjigjet, me gjithë se jam në rjedha dhe do shta ministrë do të e vogla kanë zgjidhje. Natyrisht se kjo procedurë është shumë e thjeshtë, me gjithë se shumë njerëz nuk e dinë, po gjëja më e mirë është nëse pyetin, atë edhe kuptojnë se si organizohet mësimi plotësor në gjuhën shqipe apo në gjuhë të tjera të Preardhjes. Në radhë parë, fillimisht prindrit do të organizohen vetë. Çdo iniciativë lind nga prindrit do të mbledhin në shkrime të nxënësve, të fëmijëve të tyre, do të thotë me emrat, cilës shkollë i takojnë, për hapjen e një paralele të gjuhës së Preardhjes, për shkollën fillore prej klasës së parë deri në të 4-ën, minimumi është të jetë 15 nxënës. Do të thotë jo vetëm një moshe, vetëm një vit i shkollor, por prej klasës së parë deri në të 4-ën 15 nxënës. Pa marrë parasysh që përmende a shkolla katolike, protestante apo shtetërore, ajo nuk paraqet asnjë problem, do të jenë nxënës të një qyteti apo të një shulanti që do të drejtorie të arsimit. Për nxënësit e klasëve të larta, prej klasës 5 deri në klasën e 10, minimumi do të jetë 18. Nëse janë regjistruar 18 nxënës, por si thash më herët, prindrit duhet të mbledhin në shkrime me emrat e nxënësve, sigurisht edhe kërkesën ta paraqisin në shulant apo në drejtorinë e arsimit. Kjo është procedurë shumë e thjeshtë, shumë e lehtë, këtë e kam përjetuar tani aktualisht, 2 paralele të reja që i kam marrë nga kolegu që ka shkuar në pension, numri i nxënësve është dyfishuar dhe nga gjysmëvjetori i dytë do të hapen edhe 2 paralele të reja shqipe. Jo, do ta luajmë këto me një pyetje, se Egzoni do me vra debata tani më në jashtë. Unë kam një shqetësim pak më ndryshe, këtë shqetësim duhet t'ja japë si profesim ose si ide debatit. Pse shokit master ose këtë bashkëpunim jashtëzakonisht me rëndësi, është ky aspekti se ka shumë silvëns në sistemet shtetëror gjerman, se të kam përfundu prodhimin e 2 shtetëror dhe janë silvëns shteti gjerman si unë që janë. Po fatkeqësia aty me silvënsve është që nuk e marrin guximin fare të ecin përpara dhe hapin klasa gjuhës shqipe, sepse mendojnë që nuk e kanë kompetencën që kanë lidhur këtu në atë aspektin gjuhësor. Një master i tillë kishte aty me një kompetencë shtesë që të hapin në një spaku dikon 200 apo 300 silvëns me Preardhje shqiptare në 16 republika. Është një pasuri e jashtëzakonshme të ambasadorëve të vërtet multiplikatorë të cilët janë prej së sistemit edukativ,
Mu fillon kjo të edukatorët në parashkollor, deri në gjimnaze që kemi na vetëm na nga Oda jemi 3-4 mësimdhënës këtu, se nuk kanë hap ende mësim plotësues, do në mendoj që ata janë ambasadorët kryesor të shtetit, dhe këtu duhet me lidh atë bashkëpunimin që më jau jep aftësinë me këtë master ose me këtë kvalifikim shtesë, që ata ta marrin si lanë shtesë gjuhën shqipe, edhe t'japin mësim ndoshta edhe në rana sisteme, bojnë shkëmbimet, bojnë urat, bojnë bashkëpunime. Për këto shtetet tanë duhet jashtëzakonisht shpejt më kujdes, sepse edhe mësimdhënës tjerë do të shkojnë dikur në pension, dhe tani do të kemi atë fachkräftemangel, që shtojnë gjermanisht, atë mangësinë e stafit kvalifikuar. Ky është fillimi e asaj që do të vjen kur takojmë edhe 5 vite apo 6 vite në diaspora flet tjetër, në Amerika, në Zvicra, ku të qoftë, dhe me këtë e përfundoj o faleminderoj shumë për durime. Shumë faleminderit Muhamet, edhe unë kam shumë me thonë për këtë temë, po më ndërprejve, nisë nga sekunda. Duke të falenderu shumë, i kemi një pauzë të kafës, pijeve tani. Më pastaj e kemi një përmbledhje shumë shkurtë të secilit panel nga moderatorët. Shkurtimisht, pikat kryesore edhe propozimet konkrete se çka synojmë me nxjerrje nga këto diskutime. Ideja është që të diskutime mos me mbet këtu, po me shërby për veprime konkrete, të cilat ne si Germin e marrim përgjegjësi me i monitoru. Nëse Muhameti nuk ju rrin brava fjalëve që i jep sot, atëherë në diaspora flet të ardhshme, vitin e ardhshëm, ne do t'i kërkojmë llogari. Pas kësaj pauze e kemi një pauzë pak pas domethënë përmbledhjeve nga moderatorët, e kemi një pauzë pak më të gjatë deri në orën 7. Dhe në orën 7 ju ftoj edhe një herë këtu, sepse e kemi një program të jashtëzakonshëm për brezin e ri të diasporës. Ju falenderoj shumë për vëmendjen edhe kontributin.